politik. Jam dakord pothuajse me analizën e tre të ftuarve të tjerë, me përjashtim një pike që kemi të bëjmë me një luftë, me një konflikt armatosur dhe çfarëdo epiteti ti vendoset, besoj elefanti është në dhomë dhe i pamohueshëm. Kemi të bëjmë me një përplasje ushtarake të shtyrë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Izraeli. Kemi parë Europën disi të tërhequr, për shembull liderët evropian po thonë që do të marrin pjesë në taktika mbrojtëse, por jo sulmuese. Presidenti francez Macron, vend me fuqi bërtamore, tha që as nuk u njoftova, as nuk mora pjesë gjatë luftës. Por dhe kam dhënë urdhër, tha që të shtohen kapacitetet bërtamore të Francës dhe ne nuk do t'i informojmë më se sa prodhojmë dhe se sa kemi. Okej, është një qëndrim i veti, po kur marrim parasysh Macronin që nuk informohet, paramendo ku hyn Shqipëria në të gjithë të. Shqipëria në muajt e fundit ka patur një deviancë të kursit që vetë kryeministri Rama ka folur, pra që ne jemi vazhdimisht, thoshte Rama, me krenarin 100% të unifikuar në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, që me bordin e paqes dhe nuk është më e njëjta gjë. Nuk është më e njëjta gjë. Bordi i paqes ishte vetë një adresim i asaj që foli dhe me Çollari, që ka të bëjë me rënien e forcës sankcionuese të së drejtës ndërkombëtare. Luan, pra shihet si një institucion burokratik, edhe nëse do të shpallësh OKB-n. Po, për OKB-n. Edhe nëse do të shpallësh luftë që të marrësh një lloj aprovimi nga Këshilli i Sigurimit. Në fakt OKB-ja nuk është se ka menaxhuar dhe atje ku ka ndërhyrë ose ku ka dhënë okejn për të ndërhyrë, jo vetëm Srebrenica, por ish Jugosllavia për shembull është e tëra një dështim, por konfliktet e shumta në Afrikë sidomos kanë dëshmuar pafuqinë e OKB-s për të vendosur rendin, për të garantuar rendin, edhe pasi konfliktet kanë mbaruar, kështu që është një situatë. Nuk është e rastit që ti ke formimin e Bordit Paqes. Domethënë formimi i Bordit Paqes ka ardhur si pasojë e faktit që OKB-ja nuk funksionon më. Po pra, po ai Bordi i Paqes ka shumë të pyetje për Bordin e Paqes. Jo, e kam fjalën që ajo iniciativë erdhi për faktin që OKB-ja nuk funksionon. Ti ke rastin e Gazës. Kur shef, se kam parasysh ceremoninë në nënshkrimit të aktit themelimit të Bordit Paqes në Washington, kur shef se kush janë krerët e shteteve për krah presidentit Trump në Bordin e Paqes, krijon një pikpyetje të madhe se ku është solidariteti i fuqive demokratike në këtë rast. Atje ishin kryesisht shtete që kanë halla apo probleme në vendet e tyre me demokracinë, që kanë gjetur një ombrellë. Unë e kuptoj, prit 2 sekonda. Po të të bëj një pyetje, të them një gjë, sepse shumë herë abuzohet me këtë shtete. Sa është raporti midis shteteve demokratike dhe atyre jo demokratike?